Ulpiana dhe dy Korriku janë dy skuadra nga pjesa e poshtme e tabelës dhe secila kishte nevojë të madhe për 3 pikë nga ballafaqimi i tyre i drejt për drejt. Skuadra mysafire më mirë nisi ndeshjen. Në vazhdim vendësit ngadalë morën kontrollin mbi lojë, mirë po krijuan vetëm një rast të mirë në tërë pjesën e parë. Hetemi ishte ai që mund ta dërgonte në përsi Ulpianën në minutën e 33, por dështoi. Në pjesën e dytë loja ishte e ngjashme me të parën dhe ekipet nuk mund të krijonin aksione të mira. Mirë po në minutën e 63 Labinot Ibrahimi lansoi këtë gjuajtje drejt portës së dy Korrikut për të shënuar një super gol dhe për të sjellur gëzim të madh tek publiku vendës. Ulpiana e mbajti përsinë vet deri në fund, me që dy Korriku vazhdoi me lojë jo efektive në fazën e sulmit dhe kështu klubi nga Lipjani për herë të parë në historikun e vet arriti fitoren në rangun e elit të futbollit të